Lëkura e portokallit, si ta përdorni për pastrimin e zorrëve. Përfitimet e lëkurës së portokallit për shëndetin tonë janë të larmishme. Në këtë video, sipas Daily Mail, do të rendisim disa përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i saj. Ul kolesterolin, përmban element flavonoid që kanë aftësinë të metabolizojnë lipide në gjak dhe për të arritur në zvogëlimin e yndyrnave. Lëvorët e limonit mbartin 20% të shumë elementeve natyral më shumë se tuli i tyre. Përmbajnë fibra të mira për florën e zorrëve. Ato përmbajnë pektin, një fibër bimore që mbron nga problemet e mundshme të stomakut duke ruajtur edhe nivelin e sheqerit. Përveç kësaj, një sër bakteresh të mira ndihmojnë në kujdesin e florës së zorrëve, duke lehtësuar tretjen dhe eliminuar edhe periullat e kapslëkut. Lufton infeksionet. Ato kanë përmbajtje të lartë të vitaminave që mbrojnë sistemin imunitar nga ftohja dhe gripi dhe mund të konsumohen edhe në marmalat ose edhe në formën e çajit.